Pasi Brikena vendosi të nxjerrën e televotim Mateon, dy banorët janë përballur pas spektaklit të së shtunës. Mateo u shfaq i prekur pas vendimit të Brikenës, ndërsa i tha asaj se nuk e prist këtë. Ata ju rikthyen historisë së tyre të dikurshme, ku Mateo pretendon se ka pasur një puthje mes tyre, ndërsa Brikena e mohon vazhdimisht. Pjesë nga diskutimi mes tyre, Mateo po dal mashtrues për një histori të vërtetë dhe ti e di shumë mirë. Nuk të jam afruar ndonjëherë, je ti më nxjerr mua mashtrues për një puthje që ka ndodhur dhe ti e di shumë mirë. Brikena, nuk ka ndodhur. Nëse e vazhdon, Mateo, unë dal mashtrues para gjithë Shqipërisë, isha unë që të vendosa trëndafilin. Brikena, nuk më intereson trëndafili kur ti e shpif një gjë të tillë. Nëse ti thua që ka pasur puthje, ti shpif. Mateo, ma thuaj ti pse duhet të gënjej. Brikena, as të vjen zor me thënë një gjë të pavërtetë, ti e di shumë mirë që nuk jemi puth. Mos vazhdo me këtë temë, Mateo, çfarë më leverdis mua moj vajzë, të sulmoj? Brikena, do të lësh të nënkuptohen gjëra të pavërteta. Në këtë gjë mashtrove. Mateo të thash, Mateo, a të kam sulmuar? Brikena, puthja nuk ka ndodhur, mos gënje. Kur nuk ka ndodhur, pse vazhdon? Mateo, pse e ke kaq siklet me e pranu dhe më nxjerr mua mashtrues? Brikena, ti e di shumë mirë që nuk ka ndodhur o Mateo. As të vjen zor me thënë një të pavërtetë. Duhet të tregohesh i sinqert, Mateo, pse nuk tregohesh ti e sinqert oj vajzë?